njerëz të cisë amerikane po kërkojnë me u taku me Hamzën edhe me Ademin. Se çfarë shkolle ka të kryen Hamza. Thotë se i kish lënë përshtypje jashtëzakonisht mira thotë këtyne amerikanëve. Me kërkesë të amerikanëve, në fillim të vitit 1995, Baca Arifat kishte vënë në kontakt CIA-n amerikane me komandantin legjendar Adem Jashari dhe heroin Hamzën dhe takimi ishte mbajtur në prekaz. Bashkia ndërkombëtare ka ditë fort mirë. Unë s'po du me thonë tash nashta edhe ma herët, po pej 94-tës, funin 94 apo fillimin 95 e kanë ditë fort mirë, sepse që kam qenë vetë prezent kur e kanë kërku nga Agja Arifati në Gjermani, disa njerëz traktum që njerëz të cisë amerikane po kërkojnë me u taku me Hamzën edhe me Ademin. Migja njerëz që ka dhënë adresën, kur e ka verifiku migja që është po e vërtet, atëherë ju ka tregu sakt, po i gjanin për kazën shpejt. Kanë ardhur dhe në taku. Qysh në atë kohë. E kanë ditë fort mirë. 95 në kanë ndodhur? Po, kanë ditë fort mirë idenë, qëllimin e Adem Jasharit, Hamza Jasharit, grupi i tyre. Kanë ditë qëllimin e grupit të armatosur, apo krahit armatosur në Kosovë, çfarë qëllimi dhe çfarë idesh ka. Kur në kthyn në Zvicër prap, ai shqiptari nga Zvicra e di fort mirë për ka thirrë Agjën telefon dhe ka pyetur se çfarë shkolle ka të kryen Hamza. Po i tregon migja po edhe pse. Thotë se i kish lënë përshtypje jashtëzakonisht mira thotë këtyne amerikanëve. Migja ka dalë i ri që tregon 18-19 vjet. Jashtë shtëpie për me punu me ndihmu. Është krahu i djathtë i parë i babës vet Shabanit që ka qenë djali i Astrit. Edhe thotë kam dalë për pak. Hajde të ndreqim qëto, të bojmë qëto. Edhe ka met të rjetën. Migja ka qenë vëlla për tonë, babë për tonë, djalë për tonë, s'ti qysh me shprej në ryshe, nuk na ka dallu as një fëmijë nga fëmijët e vetë, qoftë dhe në detajnë ma të vogël të tesha që ne ka pru dhurata nga Gjermania. Po Agja Arifati ka qenë shtylla, edhe e dashnisë, edhe ekonomisë, po edhe trimnisë. Familja jonë ka qenë një prej familjeve më të pasura në regionin e Drënisës. Falë Arifat Jasharit dhe menaxhimit si zot shtëpie Shaban Jashari. Dhe kërkesa si e balit Adem, Agjës Ademit si e babojt, ka qenë që kur të na qesh në sen neve, se për këtë onës ushtarake, mos na i daj. Shoshni? Ti e den shoshnin, ja vden edhe mosat, ja vden edhe numrat. Do të me 30 dhjetor tregojnë do të edhe Ademi, pa të tregua Agja Ademi dhe babushi që kogja shumë ke shpritu, do të Agja Arifati me shku në Gjermani pas sulmit 30 dhjetorit në atën nitës. Një farforme kogja si me zërë. Do të e kanë detyru do të edhe Ademi dhe Hamza me shku prapë në Gjermani, sepse s'ka dash milion vllaznin vetëm. Po këthy e kanë lutë, sa me kanë detyru, e kanë lutë që ti dohet, e kanë bindë që dohet me shku. Edhe ka shku me shumë vështirësi, ka dalë ilegal në Shqipni, pe Shqipni e pastaj në Gjermani. Edhe ka ardhur ilegalisht edhe një herë në vitin 96. Do të ka nejtë një muj, këtu në prekaz, mos ka mujtë marrë. Veprimet kryesore ka qenë afrimi, bashkimi e shqiptarëve në Mërgat, diaspor. Dhe ka qenë me ngulm që me i bë bashkë shqiptarët atje dhe me ndihmu luftën Kosovë. Unë mendoj që Migja është aktori kryesor i ndaljes kësaj llavrasjes mes veti, që kemi shpëtuar me faqe të bardhë. Unë e falenderoj Zotin që
ne kalon edhe inshallah e kena edhe më gjatë.